Aktori turk Burak Özçivit, i njohur nga publiku shqiptar si Osmani, duket se nuk do t'i ndahet Shqipërisë, këtë herë jo në ekrane, por në fushën e biznesit. Në mbledhjen e 30 qershorit, Këshilli i Ministrave miratoi transferimin e 88.5 hektarëve tokë shtetërore në Vlorë në dispozicion të kompanisë Rams Albania, e cila do të ndërtojë aty një zonë të lirë ekonomike. Kompania rezulton në pronësi të Mehmet Faruk Burbul, pronari i korporatës ndërkombëtare Rams Global, me selinë në Almaty të Kazakistanit. Nga kërkimet e zërit rezulton se prej muajit mars 2025, aktori turk Burak Özçivit është imazh dhe partneri i Rams Global. Vetë aktori turk i njohur për publikun shqiptar në verën e vitit 2025 vendosi të kalonte pushime në Shqipëri, ku në Vlorë u prit edhe nga kryebashkiakuja së kohe Ermal Dredha. Vlera e parashikuar e investimit është rreth $100 milion. Projekti parashikon zhvillimin e një zone të integruar ekonomike në Vlorë, konceptuar si park industrial dhe teknologjik me komponentë të automatizimit, inteligjencës artificiale dhe prodhimit të lehtë industrial. Hapësirat brenda zonës do të jepen me qira për operatorë të ndryshëm ekonomik.